Selam aleikum hoxh, kur lind dielli dhe fal, si duhet bërë njëti po fal lindjen e diellit? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Nëse ke për qëllim namazin e duhas, i cili fillon pasi lind dielli, 12 deri 15 minuta mbas lindjes së diellit, i cili është sunnet të falet dhe ka shpërblim të madh. Pra falja e namazit të duhas ka shpërblim të madh. Llogaritet sikur ke dhënë lëmosh për çdo nyje në trup. Koha e tij fillon pasi lind dielli, 12 deri 15 minuta pas lindjes së diellit deri para namazit të drekës. Dhe koha më e mirë ku falet namazi i duhas është kur nis të nxej koha. Ndërsa njet e bën për namazin e duhas, Allahu i rujt.